Dhe arsyeja pse janë vendosur për shkak të pranimit ose dërgimit të kryetarëve që kanë dalë nga zgjedhjet e ligjshme, pavarësisht a kanë përfaqësu ose sa kanë përfaqësu, pas një marrëveshje që ishte në atë kohë, nëse mbanin mend, një marrëveshje që ishte realizuar mes grupit të Quintit dhe qeverisë të Kosovës, pas asaj përpjekjes për organizimin e referendumit dhe kërkesës për shpalljen e zgjedhjeve që shkoi kronologjia, vendosja mosave të Bashkimit Evropian ka qenë e padrejtë dhe ka qenë vërtet e dëmshme, të cilën edhe vetë komisioneri i Bashkimit Evropian në raportin paraprak tha që viti 2025 ka qenë një vit i humbur për Kosovën dhe realisht ne kemi humbur një vit komplet pa desht me as me debatu, po as me mohu atë pjesën që tha kolegu paraprak për shkak se jo vetëm viti 2025 i cili është vrej direkt si pasojë e sankcioneve, por edhe 3 vitet paraprak kanë qenë të tilla me mosa shtrënguese, me mosa të cilat e kanë dëmtuar shumë seriozisht mirëqenien sociale, kanë dëmtuar shumë seriozisht zhvillimin ekonomik dhe kanë dëmtuar seriozisht besimin e qytetarëve të Kosovës në institucionet edhe të Kosovës, por edhe të Bashkimit Evropian. Prandaj unë mendoj që është e vanuar, por megjithatë është e mirëseardhme, është edhe një dhuratë që nëse mund të thuhet atë kuptimin një dhuratë e cila i ofrohet zotit Kurti për shkak se veç një ditë më herët e pranoi një marrëveshje që pra atë marrëveshje kanë vdekur njerëzit. A i shërben kjo nëse shkojmë në zgjedhje? Se nëse është dashur me u heq masat edhe na me bëni lloj tillë të lëshimit pe, atëherë s'pi bjen që na kemi përfituar diçka në këtë proces. Unë thash është e mirë, shikoj nuk është ta kena përfituar. Për ne është interes jetik që Republika e Kosovës mos ndodhet në sanksione ose masa të Bashkimit Evropian apo kujdesuf. Sidomos në periudhë që gjeopolitika për shkak se ne kemi nevojë për integrim Bashkimin Evropian. Pastaj, pse Bashkimi Evropian e zgjodhi ditën e sotme që të marrë një veprim të tillë, unë mendoj që është i vonuar, modest edhe para vitit të ri, por për shkak të procesit zgjedhor edhe pse paten para vitit të ri kemi pas institucione. Ju nëse kujtohet paten para lajmëruar që do të ndodhë. Po ka qenë një pjesërisht për shkak të fushatës elektorale dhe me tendencë që mos ndikojnë rezultatin zgjedhor.